Kapitulli 2. Prejardhja fisnike. Para se të fillojmë të flasim për prejardhjen e trungut të artë të Muhamedit, paqja e Zotit qoftë mbi të, konsideroj se është e nevojshme së paku në pika të shkurtra të thuhet diçka edhe për prejardhjen e arabëve. Prejardhja e arabëve. Përgjithsisht, arabët ndahen në 3 grupe. 1. Arabët bajde ose arabët e lashtë. 2. Arabët aribe, arabët e vërtet, arabët me gjak të pastër. 3. Arabët mustaribe, arabët e arabizuar. Që të 3 grupet kanë prejardhje nga biri i Nuhut, alayhi salam, Sami. Personi nga i cili arabët e kanë marrë emrin ishte Jarub bin Jezgjub bin Khatan bin Abir bin Salih bin Sam bin Nuh. Arabët bajde ose arabët e lashtë. Bajde janë arabët e zhdukur, gjithësisht të cilët plotësisht janë të zhdukur. Këtu bëjmë pjesë fiset Tasëm dhe Xhedis, si dhe Ad dhe Themud. Kështu vërtetojnë gjenealogët dhe historianët. Sa u përket fiseve Tasëm dhe Xhedis, ata janë vrarë në mes vete, gjithësisht kanë luftuar njëri kundër tjetrit, derisa nuk e kanë humbur farën plotësisht. Kurse Adi dhe Themudi ishin politeist dhe i kanë akuzuar për gënjeshtar të dërguarit e tyre, Hudin dhe Salihun alayhi salam, dhe i kanë refuzuar për të cilën Allahu i madhëruar këto 2 popuj plotësisht i ka zhdukur. Lidhur me Adin dhe Themudin, shumë herë flitet në Kur'an. Në surën El Hak, Hasim, momenti i katastrofës së përgjithshme, kiameti. Ç'është kiameti? Çka të mësoj ty se ç'është kiameti? Themudi dhe Adi përgënjeshtruan tronditjen, kiametin. Sa i përket Themudit, ata u shkatëruan me krismë të tmerrshme, ndërsa Adi u shkatëruar me një erë të fortë të pakufishme. El Haka 1-6. Arabët aribe, arabët e pastër, arabët e vërtet. Arabët aribe kanë prejardhje nga njeriu i cili quhej Jarub bin Jezgjud bin Khatani, andaj quhen edhe Kahtanie. Kurse pasardhësit e xhaxhait të tyre ishin Amalikët, të cilët e kanë banuar Hijazin dhe Shamin dhe disa pjesë të Egjiptit, që do me thënë se janë shpërndarë në përpjesët e gadishullit arabik. Këtu përfshihen edhe arabët të cilët kanë prejardhje nga Beni Umeymët. Këta arab gjithmonë kanë qenë të vendosur në gadishullin arabik dhe asnjëherë nuk janë larguar që aty. Sa u përket kahtanëve, për ta është thënë se janë pasardhës të Jarub bin Jezgjud bin Kahtanit. Ata gjatë kohës kanë jetuar në trojet e Jemenit, e mandej fiset e tyre janë shpërndarë në përgadishullin arabik dhe në Sham. Prej tyre ka prejardhje edhe fisi Gjurhum, i njëjti fis që me lejen e Haxheres, së ëmës së Ismailit alayhi salam, u vendosën në Mekë. Arabët mustaribe, arabët e arabizuar. Ky lloj arabëve në realitet janë pasardhësit e Ismailit, djalit të dërguarit të Allahut, Ibrahimit alayhi salam. Nofkën mustaribe e kanë marrë nga se Ibrahimi alayhi salam nuk ka prejardhje nga pasardhësit e Jarubit, por se është pasardhës i Abir bin Shalih, bin Erfakshez, bin Sam, bin Nuh. Andaj gjuha e tyre amtare nuk ishte gjuha arabe, por sirishteja e vjetër, me të cilin flisnin kaldejët, populli i cili banonte në Babiloni. Gjithashtu Ibrahimi alayhi salam fliste gjuhën me të cilën flisnin Kenanijët në Sham, të cilën e kishte mësuar pasi që ishte vendosur në ato troje. Përgjithsisht, Ibrahimi alayhi salam nuk fliste gjuhën arabe. Sa i përket Ismailit alayhi salam, ai ishte rritur në mesin e fisit Gjurhum, që kishte prejardhje nga Jemeni, nga trungu Kahtani, të cilët me lejen e nënës së tij Haxheres ishin vendosur në Mekë, për të cilën folëm më parë. Kjo gjithashtu nënkupton se shumë mirë kishte mësuar gjuhën arabe, dhe jo vetëm kaq, por në segmente të ndryshme të kësaj gjuhe ishte bërë akoma më ekspert dhe më elokuent se sa vetë pjesëtarët e këtij fisi. Gjithashtu edhe fëmijët e tyre e kishin mësuar shumë mirë gjuhën prej tij dhe nga ëma e tyre, e cila kishte prejardhje nga fisi Gjurhum dhe quhej Seida bint Mudad, si dhe nga dajallarët e tyre, të cilët në atë kohë gjithashtu banonin në Mekë. Prandaj ky lloj arabëve është quajtur mustaribe, gjithësisht arab të arabizuar, sepse gjyshi i tyre Ibrahimi alayhi salam nuk ishte arab,
kurse djali i Ibrahimit, Ismaili alayhis salam, dhe bijtë e Ismailit janë arabizuar. Edhe pasardhësit e Ismailit alayhis salam shumë mirë kanë mësuar gjuhën arabe dhe kanë përdorur në komunikim mes vetes. Aq mirë kanë mësuar sa që për të janë bërë ekspert më tepër se sa vetë vendasit, arabët burimor. Për këtë shkak, përfiset që kanë përejardhje nga Adnani, ose sikur që emërtohen edhe si arab Adnanie, kryesisht thuhet se janë mustarib ose arab të arabizuar. Prejardhja fisnike. Tani më kemi përmendur se prejardhja fisnike në mes Ismailit alayhis salam dhe Adnanit është e panjohur. Madje edhe Muhamedi alayhis salam lidhur me këtë ka thënë: "Mos e përmendni prejardhjen time që ka qenë para Adnanit." Andaj, më e mira lidhur me këtë çështje mund dhe duhet të thuhet është se Ismaili alayhis salam ka pasur 12 djemë të cilët kanë jetuar në bashkësi me dajallarët e tyre nga fisi Gjurhum. Pejgamberi dhe i dërguari i Allahut, i cili u ishte dërguar, ishte Ismaili alayhis salam. Në këto 12 vëllezër përfshihen edhe Nabiti dhe Kajdari. Me atë që ekziston konsensus i padiskutueshëm se Adnani është njëri prej këtyre të dyve. Adnani kishte 2 djemë të cilët quheshin Ak dhe Mead. Ak ishte martuar me grua nga Jemeni, ku edhe ishte shpërngulur dhe mbeti të jetonte me miqt. Meadi kishte mbetur në Mekë, ku edhe kishte lindur djemt, Nizarin, Kidaun, Kunusin dhe Iyadin. Pasardhësve të Kunusit prejardhja gati se u ishte shuar, ndërsa kishin bijetuar vetëm disa, ku numërohet edhe Muman bin Mundhiri. Sa i përket Iyadit, prej tij u shtua fisi i cili prej tij edhe mori emrin Iyad. Prej tyre është Kus bin Said el Iyadi. I biri Meadit, Kuda, ishte përzënë në Yemen, ku ishte bashkangjitur fisit vendas Himjer dhe aty kishte mbetur. Djali i katërt, Nizari, ka jetuar në haremin e Mekës, si edhe vëllai i tij Iyadi. Kishte lindur djemt Mudarin, Rebiun dhe Enmarin. Mudari kishte lindur djemt Iliasan dhe Ailanin, kurse Iliasa kishte djemt e quajtur Hudheil, kurse Huzeime ka lindur djemt Kinanin, Esedin, Esedun dhe Hevnin. Bijtë e Kinanit quheshin Milka, Nadër, Malik dhe Abdul Menat. Nadri në realitet, Ebu Kajsi, nga i cili kanë prejardhje shumica e këtyre fiseve, ka pasur pasardhës Malikun dhe Jehludën, kurse Maliku, i biri Nadrit, kishte të birin, Fihrin. Djemt e Fihrit ishin Galibi, Muhalibi, Harisi dhe Esedi. Galibi, djali i Fihrit, kishte djemt Luejin, Temin dhe Kajsin. Bijtë e Luejit, djalit të Galibit, ishin Kabi, Amiri, Sami dhe Afvi. Bijtë e Kabit, djalit të Luejit, ishin Mura, Adi dhe Husajsi. Bijtë e Murës, djalit të Kabit, ishin Kilabi, Temi dhe Jezeka. Kilabi, djali i Murës, kishte djem që quheshin Kusaj dhe Zuhra. Kusaj, djali i Kilabit, kishte djem Hashimin, Abdushemsin, Mutalibin dhe Nefvelin. Hashimi, djali i Abdul Menafit, kishte djem Abdul Mutalibin, Esedin, Ebu Saifin dhe Nadlin. Djemt e Abdul Mutalibit ishin Abasi, Hamza, Abdullahu, Ebu Talibi, Zuberi, Harithi, Hajeli, Mukavimi, Dirari dhe Ebu Lehebi. Kapitulli 3. Arabia para islamike. Gjendja e arabëve para periudhës muhamedie. Historianët përgjithsisht janë në pajtim në atë se para paraqitjes së Muhamedit, paqja dhe mëshira e Zotit qofshin mbi të, ishte periudhë në të cilën njerëzia në përgjithësi dhe bota arabe në veçanti jetonte në errësirë dhe në padrejtësi, në dhunë, padituri, si dhe në errësirat e tiranisë dhe despotizmit, të cilat atëherë u udhëhiqnin 2 perandori të mëdha, Persia në lindje dhe Bizanti në perëndim. Këto fakte i vërteton edhe i dashuri, Muhamedi, paqja e Zotit qoftë mbi të, i cili ka thënë: Allahu i ka shikuar banorët e tokës dhe të gjithë i ka urryer, edhe arabët edhe jo arabët, përpos një numri të vogël të idhtarëve të librit, e Ehlul Kitabët. Pra në të gjithë botën, gjendja ishte jashtëzakonisht e rëndë, veçanërisht situatë e keqe mbretëronte në pjesët e banuara me arab.
parregullësia, shkatërimi dhe ligësia ishin rregulla në të gjitha segmentet e jetës së tyre, qoftë që të bëhej fjalë për çështje ekonomike, shoqërore apo fetare. Do t'i kthehemi shoqërisë arabe në atë periudhë dhe do të themi ca fjalë lidhur me rastet e shëmtuara dhe nënçmuese në të cilat gjendej ky popull. Qëllimi i këtij rishikimi është që të kuptojmë se sa e hetshme ishte nevoja për rilindjen e agimit të pejgamberisë së Muhamedit, paqja e Zotit qoftë mbi të, i cili do të largojë errësirën e dhunës dhe padrejtisë dhe do t'u jap fund vuajtjeve të përditshme nëpër të cilat kalonin gati të gjithë banorët e atyre territoreve. Pra situatë e këtillë mbisundonte në Sham, Hijaz dhe Nejd, pa ndonjë dallim të theksuar në mes tyre. Gjithashtu është e nevojshme të përshkruhet gjendja e arabëve në periudhën para-islamike me qëllim që të urtët dhe ata të cilëve u është dhënë arsyeja shëndosh të kuptojnë fuqinë e dritës, shkëlqimit dhe profecisë së Muhamedit, paqja dhe mëshira e Zotit qofshin mbi të, rrezet ndriçuese të së cilës do të ndriçojnë të gjithë gadishullin, por edhe të gjithë universin. Gjendja politike në trojet arabe. Qeverisja dhe administrimi. Arabët banonin në gadishullin arabik të rrethuar me pjesët ujore, detin e Kuq në perëndim, oqeanin Indian në jug dhe gadishullin arabo-persian në lindje. Duke analizuar qeverisjen dhe gjendjen politike në këtë rajon, do të vërejmë se ajo gjithmonë ka pasur ndikim të rëndësishëm në jetën shoqërore të gjithë regionit. Në Yemen, në qeveri ishin sunduesit e njohur si Tababi, me prejardhje nga fisi Himjer, por edhe të tjerë pranë tyre. Në rajonin e Hirës dhe Irakut, sundonin mbretërit nga dinastia Menadir, kurse në veri, fjalën kryesore mbante dinastia e Gasasinëve. Sa i përket pjesës qendrore të Arabisë, e cila përfshin Nejdin, Hijazin dhe Tihamin, kjo pjesë gjithmonë ka qenë e njohur si territori krenarisë dhe lavdisë që më pas do të bëhet edhe burimi i dritës së pejgamberisë dhe udhëzimit. Këtë vend, Zoti e ka ruajtur nga ajo që në të të mbisundojnë kryelartët dhe tiranët, si dhe tregtarët e materialistët e paskrupullt. Nuk e kanë prekur duart e abisinasve, e as të persianve, e as duart e bizantinasve, sepse ky vend është burimi i dritës dhe i fshehtësive të mëdha. Së shpejti do të paraqitet ylli i këtij vendi, Qabja, do të bëhet kudo e njohur dhe do të bëhet qendër e të gjithë botës. Jemeni në atë kohë e administronin sundimtarët nga fisi Himjer, nga dinastia Tebabia, po edhe sundimtar nga dinastitë të ndryshme. Nganjëherë Jemeni është administruar edhe nga abisinasit drejt për së drejti e nganjëherë nëpërmjet përfaqësuesve të tyre. Në kohë të caktuara, forca dhe fuqia e sundimtarëve të Jemenit ishte aq e madhe sa që ndërmerrnin fushata ushtarake në drejtim të lindjes. Disa patrulla të tyre madje ishin futur deri në Persi, e cila kufizohej me Irakun, duke hyrë kështu thellë në brendësinë e lindjes. Sundimtari i tyre i fundit ishte Dhu Nuvas, pikërisht sundimtari i cili e dha urdhrin që besimtarët të hidhen në gropa të gërmuara, ku paraprakisht ishte ndezur zjarri i fortë. Dhu Nuvas, sipas besimit, ishte hebre. Ai ishte sundimtari i fundit i Yemenit me prejardhje nga fisi Himjer, kurse sundimtari i fundit nga dinastia Tebabia në Yemen ishte Ebu Kerib Teban bin Esad, i cili në kohën e tij e kishte ndërmarrë fushatën luftarake në Medine, e masandej kishte hyrë në Mekë, ku Qaben e kishte mbuluar me mbuloj. Pas kësaj fushate, ishte kthyer në Yemen, ku edhe kishte vdekur. Sa i përket dinastisë Menadirëve në Hira, ata kryesisht ishin besnik ndaj sundimtarëve të Persisë. Sundimtari i tyre i fundit ishte Numan bin Mundhiri. Situatë e ngjashme ishte edhe në dinastinë e Gasasinëve në Sham, të cilët ishin besnik të perandorëve bizantinas. Para kësaj, është e rëndësishme të përmendet se sundimtarët e Hiras, sikurse edhe sundimtarët e Shamit nga kjo periudhë, në të vërtetë ishin me prejardhje nga Jemeni, të cilët e kishin lëshuar pas shkatërrimit të pendës së mirënjohur Marib, gjë e cila shkaktoi vërshime të mëdha. Fiset Evs dhe Hazrej, të cilët banonin në trojet e Medinës së sotme, si dhe fisi Taj, të cilët banonin në Kodrën në veri me të njëjtin emër, gjithashtu kanë prejardhje nga Jemeni, kurse e kanë lëshuar nga e njëjta arsye si edhe ata që pak më parë përmendëm, gjithsesi për shkak të shëmbjes së pendës Marib, e cila ishte burimi i pasurisë dhe begatisë në të cilën të gjithë kënaqeshin. Mirëpo Allahu i madhëruar, për shkak të mosbesimit dhe dhunës që bënin, i kishte dënuar me vërshime të mëdha për të cilat në Kur'an thuhet: Populli i Sebe pati një begati në vendbanimin e vet. Kishin nga të dyja anët kopshte,
nga ana e djathtë e luginës dhe nga ana e majtë. Hani, u tham, nga begatitë e Zotit tuaj, dhe falenderoju atij, qytet i mirë dhe Zot mëkatfalës. Po ata i kthyen shpinën, e ne e lëshuam kundër tyre rrjedhën e pendës. Sebe 15:16. Arabët Adnani e banonin Mekën dhe rrethinën e saj, gjegjësisht Tihamën dhe Hijazin, dhe shikuar përgjithsisht, gjendja në pikpamje të udhëheqjes dhe politikës së tyre ishte si vijon. Fisi Gjurhum, të cilët ishin vendosur në Mekë që nga koha e nënës së Ismailit alayhi salam, Haxheres, një periudhë të caktuar jetuan në udhëheqjen e Ismailit alayhi salam dhe pasardhësve të tij, e që më vonë të rrëmbejnë sundimin prej tyre. Sundimi dhe administrimi i Mekës qëndroi në duart e tyre derisa nuk u bën të padrejtë dhe dhunues, dhe derisa në rajonin e Mekës filluan të lejonin atë që Allahu i Madhëruar e kishte ndaluar rreptësisht. Për këto shkaqe Allahu i Madhëruar lejoi që t'i mbisundojnë dhe t'u marrin udhëheqjen familja Benu Bekër nga fisi Kinan dhe familja Gubshan nga fisi Huza. I përzun nga Meka, të cilën e lëshuan duke qarë, mandej u drejtuan për në Yemen në vendlindjen e tyre të lashtë. Vargjet në vijim më së miri e pasqyrojnë pikëllimin e tyre dhe keqardhjen e sinqertë për atë që ishin detyruar të lëshonin Mekën. Dhe flet ajo derisa lotët i rrjedhin me rrëmbim. Ishin aq të rrëmbyeshëm ato lot, saqë i mbushën syt për plot. Në mes Haxhunës dhe Safas, sikur kur të mos kishte qenë asnjë shpirt i gjallë në Mekë që fle. Përgjigje i japi ndërsa zemrat çuditërisht më rre, sikur në gjoksin tim një zog i zëshëm po fshihet. Sigurisht që jemi, ne kemi qenë banorët e saj, por koha prej saj na rrëmbeu dhe fati ndryshoi gjithçka. Pas nabitit u zgjodhëm mbrojtar të shtëpisë së Allahut. Përreth saj bënim tavafin, kudo përreth saj mbisudonte begatia. Pas nabitit morëm përsipër kujdestarinë ndaj Qabes së nderuar, me nder dhe me lavdi ndaj neve gjithë të tjerët janë të dobët. Mbi sundimin me fuqinë tonë, forca jonë u rrit shumë, asnjë krijesë që ekziston përpara nesh nuk duket krenare. Mëtej në vargje përshkruhet se si e kanë humbur sundimin në Mekë dhe si i kishte luetur fati me to, dhe pikëllimi për Mekën që kishin lëshuar. Na lakmonin dikur, e ja, sot ku jemi si s'qep verdhët. Na fituan në vitet që kaluan, e shikojnë vuajtjen tonë. Për qytetin e dashur nga syt, na pikojnë lot. Në të është haremi i sigurisë, dhe në të rritet fshihen. Dhe qana jo për shtëpinë teke, e cila as pëllumbi nuk shqetësohet. Në rrethinën e saj është i sigurt, edhe çdo bylbyl i cili në të strehohet. Madje as e gërsirat Mekën s'duan ta lëshojnë, por edhe kur largohen, në afërsitë të saj qëndrojnë. Vilajeti i Kusai bin Kilabit. Kaloi shumë kohë, ndërsa Mekën akoma e udhëhiqnin familjet Benu Bekër, bin Abdumenat dhe Gubshan nga fisi Huza, të cilët bashkërisht kishin rrëmbyer sundimin nga pjesëtarët e fisit Gjurhum. Më vonë, familja Gubshan e kishte fituar familjen Ebu Bekër bin Abdumenat, ashtu që një kohë vetëm ata kishin administruar Mekën. Udhëheci i fundit nga kjo familje ishte Hulejl bin Hubshi bin Selul el Huzai. Të bijën e tij Hubën e kishte kërkuar një njeri që quhej Kusai bin Kilab dhe Hulejli kishte lejuar që ta merrte për grua. Huba Kusait i kishte lindur djemt Abdudarin, Abdumenafin, Abduluzan dhe Abdu Kusain. Të gjithë ishin rritur dhe ishin bërë të pasur, të ndershëm dhe me influencë. Pas vdekjes së Hulejlit, Kusai kishte menduar se si ai dhe djemtë e tij kishin të drejtë më të madhe për të administruar Qaben se sa paraardhësit e Hulejlit. Prandaj u drejtua pjesëtarëve të fisit Kurejsh dhe Benu Kinan dhe prej tyre kërkoi që ta ndihmojnë në realizimin e qëllimeve të tij, gjë që ata edhe ju përgjigjen. E ndihmuan që nga pushteti të rrëzojë dhe të përzër fisin Huza dhe familjen Benu Bekër, Ebu Abdumenat, dhe familjen Benu Bekër bin Abdumenat. Por pas shumë luftrave të përgjakshme, sundimi u stabilizua dhe u përqendrua në duart e tij dhe të djemve të tij. Ky konflikt është zgjidhur me marrëveshje paqësore në të cilin ndërmjetësoi Amr bin Auf el Kinani, pas së cilës Kusai ishte emërtuar si qeverisës i Mekës dhe me këtë gjithashtu edhe i Qabes. Pasi që e kishte fituar pushtetin,
Kusai kishte thirrur bashkëfamiljarët nga Kureshët që të lëshonin shtëpitë e tyre dhe të shpërngulen në Mekë, gjë të cilën ata e bën dhe e zgjodhën si sundimtar të tyre. Kusai pra ishte sundimtari dhe udhëheci i parë nga fisi Kuresh, i cili i pari administroi në Mekën e ndershme. Ai ishte ruajtës i Çelësit të Qabes, i cili kujdesej për shërbimin e ujit dhe ushqimin për haxhint. E kishte ndërtuar shtëpinë e njohur si Darun Nedva dhe ishte i obliguar për flamurin e luftës, të cilin sipas nevojës vetë personalisht do ta ngrinte. Për shkak të gjithë kësaj që numëruam, Kusai në Mekë kishte fituar reputacion dhe nder të madh. Kusai kishte tubuar të gjithë degët e fisit Kuresh dhe i kishte vendosur në Mekë dhe në vetë haremin. Kështu që për shkak të kësaj e kishte fituar nofkën Munxhemi, që do me thënë ai i cili tubon, në kontekst të së cilës një poet ka thënë: betohem se Kusai ishte ai që tubonte, përmes tij Allahu i tuboi të gjithë pasardhësit e Fihrit. Realitete dhe mësime. 1. Në Yemen u ndryshuan sundime dhe mbretëri të ndryshme, kurse numri më i madh ishte nga dinastia e Babive me prejardhje nga fisi Himjer. 2. Edhe Abisinasit, edhe Bizantinasit kanë administruar Yemenin përmes vendasve të tyre besnik nga Yemeni, kurse ata prej tyre kohë pas kohe, kur e kërkonte nevoja, kërkonin ndihmë ushtarake. 3. Një pjesë e gjirit arabik që përfshinte një pjesë të Hiras deri në Irak, në realitet kur nuk ka qenë e pavarur, por në kontinuitet ka qenë një lloj krahine në sundimin e persianëve dhe kështu ka qenë deri në ardhjen e Islamit në këto troje. Gjithashtu as sundimtarët e dinastisë Menadir nuk kanë pasur sundim të pavarur, por ata kanë qenë nën udhëheqjen e persianëve, zjarrputistëve. 4. Në veri të gjirit arabik, mbisundonte situatë identike me atë në rajonin e Hiras, kështu që as në këtë rajon arabët nuk ishin udhëheqësi të pavarur, por ishin nën administrimin e bizantinëve dhe gasasinëve. 5. Pjesa qendrore e gjirit arabik, në të cilin është i vendosur haremi dhe rrethinat në të cilat banonin arabët Adnanie, gjithmonë kanë qenë sovrane dhe të pavarura. Me këtë pjesë kur nuk kanë sunduar as bizantinasit, as persianët dhe as abisinasit. Haremi, banorët e tij dhe të gjithë ata që jetonin në rrethinën e tij, Allahu i madhëruar i ka ruajtur nga okupimi i huaj, ku gjejnë mësime të mëdha të gjithë ata që mendojnë rreth kësaj. Gjithashtu edhe në kohën e kolonizimit të përgjithshëm perëndimor të botës islame, këto vende të pastra kanë mbetur jashtë kolonizuesve të botës islame, ashtu që me ta perëndimorët kur nuk kanë sunduar. Me këtë Allahu i madhëruar sërish ka treguar nder haremit të tij dhe haremit të dërguarit Muhammed, paqja dhe mëshira e Zotit qofshin mbi të, si dhe banorëve të tij dhe gjithë atyre që jetojnë në afërsi të tij, dhe i ka ruajtur nga okupimi i quajtur kolonizim. 6. Dhuna dhe padrejtësia nuk zgjasin përgjithmonë, por edhe nëse zgjasin shumë, ky është rregulli i Allahut që vlen mbi tokë, ndërsa në rregullat e Allahut nuk ka ndryshime. 7. Allahu i madhëruar e ka ruajtur qytetin e shenjtë dhe tempullin e shenjtë nga shkatërrimi dhe rënimi, ndërsa prej tij ka larguar të gjithë ata që kanë bërë dhunë dhe padrejtësi mbi të tjerët. 8. Në tradita të bukura dhe të lavdëruara, të cilat kurejshët i praktikonin, bën pjesë edhe rifada, kujdesi ndaj ushqimit të haxhinëve, dhe sikaja, furnizimi me ujë. Rifada nënkuptonte tubimin e pasurisë një herë në vit nga pjesëtarët e fisit Kurejsh dhe harxhimi të kësaj pasurie për sigurimin e ushqimit të pelegrinëve, kurse sikaja kishte të bënte me furnizimin me ujë, në të cilin nganjëherë përzihenin edhe lëng rrushi dhe shpërndanin mes haxhinëve në kohën e haxhit, i cili kryhej për çdo vit.